Beti, më falë, vetëm një sekundë, që të spekulojnë në çmim, se këte ka thënë dhe me të huaj tjerë. Pra, këta të huaj duhet investojnë në Shqipëri se pas 5 vitesh i shesin më shtrenjtë. Apo duhet vinë banojnë, pra na i rrisin ne kosot dhe më tepër. Se po erdhën blejnë ata, spekulim. Në vijim të kësaj që të besardit, është thjesht një punë sekseri që po bën qeveria, dhe këtë e ka bërë hapur kryeministri, ka dalë her pas here, dhe ka thënë që këto pallatet që po ndërtohen, mblini sot në mënyrë që t'i keni me 5 fishin pas pak vitesh, kur Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Dhe në fakt, një pjesë e mirë e GDP-s të cilin e reklamon kryeministri është një GDP e cila është prodhuar nga të tilla blerje. Blerje të cilat nuk futen në një cikël zhvillimi në vend, dhe përmes të cilave mund të gjenerosh të ardhurat e reja. Janë blerje të cilat qëndrojnë aty mbyllen me çelës dhe hapen për 5 vite. Do të thotë është në një farë mënyrë është një pare e cila është futur në Shqipëri, por është një pare e cila nuk prodhon vetveten më vonë. Pra kemi një rritje ekonomike, apo kemi një GDP, po kemi një GDP të fjetur, e cila nuk lexohet tek qytetarët, por lexohet vetëm tek një kategori e caktuar aktorësh në treg. Kryesisht në Shqipëri janë aktorë të cilët lidhen me qeverinë dhe bëjnë investime të mëdha, dhe pjesa tjetër është ajo investimi që vjen nga diaspora përmes blerjeve në real estate. Pse themi ne që pas ka Shqipëria 2 fishin e GDP-s krahasuar me vitin 2013. Në shifra ashtu është. Po cili është leximi tek jeta e qytetarëve? Që një vend të ketë një GDP të lartë ose një rritje të GDP-s nuk do të thotë se ka reflektuar këtë edhe tek jeta e qytetarëve. Nuk ka proporcion midis rritjes së GDP-s dhe jetës dhe ndryshimit ose përmirësimit të nivelit të qytetarëve. Kjo ndodh vetëm kur vjen në funksion, kur GDP vjen në funksion të disa mekanizmave të cilët janë kapilarë në gjithë shoqërinë. Shkojnë tek gjithë qytetarët, tek gjithë njerëzit dhe në një farë mënyrë mbushin nevojat e secilit prej tyre. Në Shqipëri kjo nuk funksionon fare. Prandaj ne kur thotë Rama që kemi GDP 28 miliard euro krahasuar me 13-14 se gjenjen, se nuk ka qenë 10, ka qenë 13-14 në 2013, krahasuar është një rritje goxha e madhe, po hajde tani secili prej nesh këtu në tavolinë të bëjmë një krahasim me 10-15 vite përpara se sa na është rritur GDP-ja mua, Arminir, ty, Besartit, të tjerëve këtu. Unë po të them që jo vetëm që s'na rritur GDP-ja, por na shturë GDP-ja krahasuar me vitin 2013. Pse? Sepse GDP-ja në Shqipëri është vertikale. Shkon tek një grup i caktuar njerëzish të cilët ndodhen në nivele të larta të hierarkisë biznesit, politikës dhe qëndron atje. Nuk zbret tek qytetarët dhe nuk e lexojnë dhe nuk e ndjejnë qytetarët.